Edi Rama u thot, qindra sa jeni ju, merrni plashkat dhe ikni, sepse nuk ju duam këtu. Ky u ka pamundsuar lidhjen nëpërmjet rrugëve, u ka pamundsuar bujqësinë dhe blegtorin, pra aktivitetin ekonomik. Tashmë po u merr dhe ujin. Pra po thot ikni që këndej se këtë burim natyror që është uji do ta shfrytëzoj ky zotëria këtu për të pasuruar me pak fjalë pra. Ne bashkë ishim dhe dëshmonin, tregonin ata fshatarët e zonës, thoshin që këtu ka qenë një lëndin dhe që hapur si të qe kanion, që gërmuar e gjithë toka, 15 metra me ekskavator dhe me dinamit, me lëndë plase, për të marrë ujin që, si thua, ky hidrocentrali e merr nga diku, po nuk I mjafton uji, do të arrisi kapacitetin, që të rrisi fitimet dhe tashmë do thaj edhe ato basene ujore të vogla që furnizojnë me ujë 4 fshatra, me ujë të pishëm në radhë parë, po dhe me ujë për të mundësuar atë ekonominë lokale të mbijetesës. Se nuk bëhet fjalë që kemi të bëjmë me biznesmen aty, nuk ka as agroturizëm, as bujqësi, ato 5 gjëra që mbjellin në tokë për të ushqyer veten e tyre. Edi Rama u thot, qindra sa jeni ju, merrni plashkat dhe ikni, sepse nuk ju duam këtu.